Me mu tash studio është drejtoresha televizionit Syri, pra të vetmës drejtore informuese të qytetit tonë. Nisa Agjiabdyli, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. A u zgjove herët e di që zgjosh gjithmonë herët. Po, sinon me 3 fëmijë patjetër, po. Pjesa e mëngjesit është gjithmonë. Çdo procedura, shkolla e çto, domethënë. Kopshti. Na morën shpirtin. Shpirtin na morën. Mirë shoqër që i kemi. Nis shkoj ky vit. Shkoj. Me shumë punë, me shumë sfida, me shumë programe, me shumë lajme, me shumë informacione. Apo të ndodh ndonjëherë kur të flan gjumë me të kujtu lajmet me dal përpara. Shumë shpesh, u duna më çu ashtu shumë shpejt mi shkruaj noz diçka që mos më harru nesër mëngjes si të vim, lidhjet e taksisë, mi adresu edhe mos më harru mi trajtuesit tim. Qysh e patëm këtë vit? Viti 2025 në përgjithësi ka qenë i mirë, ka fillu pak jo shumë mirë nashta me një farë incidenti të vogël që ka ndodhur pikërisht në këtë hapësirën ku jemi për momentin. Për fat është rregulluar shumë shpejt, tash jemi në pritje të përgjigjes prej institucioneve. Përgjithsisht ka qenë vit i mirë, i mbar, me shumë angazhime për shkak pak a shumë të situatës politike, të cilën normalisht kemi qenë të detyruar në përcjell si medium. Po në përgjithësi ka qenë shumë i mirë. Për ne si medium shumë i mirë. Definitivisht komplimente, urime, e di se nuk është edhe lehtë me një staf jo shumë të madh që kemi me i përcjell të gjitha lajmet, plus asaj me pas shumë kujdes tek lajmet e rreme. Kjo është një preventive shumë të mira që ka televizioni jonë, që këtu lajmet fake apo lajmet e rreme nuk kanë vend. Asnjëherë s'ka ndodhur që mbi 5 vite tash jemi me menaxhmentin e ri televizionit, po normalisht premtojmë që nuk kanë ndodhur asnjëherë. Domethënë, besojmë që pika jonë më e forta është besueshmëria që kemi te secili shikues i televizionit, normalisht edhe te ndëgjues të radios, dhe është diçka në cilën na fokusojmë në pjesën tonë më të madhe të energjisë, që thjesht mos me leju në asnjë mënyrë që më ndodh diçka që me pas nevojë më demantu ose me kërku falje ose diçka që nuk ka qenë e vërtetë. Domethënë, e kemi parasysh që tash jemi tu jetu me një kohë ku teknologjia është në hovin e zhvillimit, edhe që lajmet duhen me qenë në kohë shumë të shpejtë, mu transmetu të shikues, po asnjëherë mungut ashtu që veç për mi transmetu shpejt lajmin, mos mi vërtetu, domethënë mos mi kalu ato fazat që nevojshme për mi vërtetu lajmin, kështu që këto kemi besoj pikën tonë më të fortë. Kuptohet, nashta një 0.001% kur merrni prej dikuj, nëse dikush prononcohet edhe nëse ai e flet vet rranej. Po te mediume tjera, kjo nashta pak a shumë. Ato. Po vërtet. Po nuk mujm, s'është na që jemi në një farë filteri, ashtu që mi. Au ka thot ai vet vërtetën. Po, personi po normalisht në atë rast e mon përgjithësi personi i cili e ka jap deklaratë normalisht. Po as nuk e përjashton as në këtë rast idenë që na patjetër duhet në këtë mënyrat e mundshme mi vërtetu që thjesht shikuesi më arrit një informacion i saktë. Domethënë mos me pas dyshim që është e vërtetë ajo, po thjesht dihet tash edhe në publik, besoj edhe juve ju ka me ndëgju shpesh ose nëse shohin shumë media një lajm thonë prit diçka se kemi patë të vësyri hala. Domethënë momentin që del të vësyri, kjo është pjesa jonë më e rëndësishme. Domethënë shohim si sukses shumë të madh thonin që kemi besueshmëri 100% te secili shikues. Definitivisht. Nis përndryshe sonte nata vitit të ri edhe sonte ekipet janë edhe në teren. Po, ekipet tona patjetër janë në teren, të gjitha ato ekipe të cilat janë, domethënë, në krye detyrës në momentin e ndrimit të motmotave. Është interesante ajo jo fëmia i parë, jo është shumë interesante. Jo në raste të tjera mase. Sonte kush është shtazon. Sepse ndodh që na shtat disa orë duhet me prit derisa të vjen një fëmia i parë, po me do të një patjetër. Ja sonte 12 minutë dikush ka më bë. Po shpresojmë që po. Po shpresojmë provojmë. Nisa viti 2026. Për vitin 2026, po besojmë që me qenë viti suksesshëm prap, na kemi me vazhdu me qenë krye detyrës tonë, me vazhdu me qenë medium shumë i pëlqyeshëm edhe i besueshëm mbi gjitha të secili shikues. Jemi në këtë kohë në rritje të shikueshmërisë, të klikimeve në rrjetet sociale, gjithashtu edhe të programeve të ndryshme. Domethënë jemi edhe pse jemi televizion lokal me sfida të shumta normalisht kryesisht financiare për shkak që janë burimet pak më të kufizuara si media lokale. Po prap jemi televizion që arri me pas materiale për gjitha moshat. Më thonë secili shikues, këtë moshat, jo vetë shikuesve të Gjakovës, diasporës, po në përgjithësi në barë shqiptarisë, secili person mundet me gjetë veten në programet tonë. Definitivisht Nisa aturoj shumë shëndet e shumë punë palodhshme, e di që
të gjithë bashku do të bëjmë më të mirën për vendin Patjetër, tonë. këtë rast kisha shfrytëruar si mi përshëndet secilin pjesëtar të stafit tonë, se ti ka njëri përmend, por nuk i përmend gjithë. I përmend stafin realizues të emisionit, që është shumë e kuptueshme, po pas atyre janë edhe një pjesë shumë e madhe e stafit, që janë kryer detyrët. Ta garantoj që nëse mi përmend me emër na kemi harru dikon. Jo, mi harru nuk besoj, po besoj që ju marr shumë kohë, kështu që sot bëju Kurseviç pi përshëndes shumë përzemërsisht secilin dhe falenderoj secilin për angazhimin e jashtëzakonshëm që e kanë, edhe që bën që thjesht na me qenë televizion shumë i pëlqyen edhe i besueshëm. Definitivisht. Secili person se vetëm s'kishim mujt me arrit asnjëherë, domethënë pa angazhim. Ka thoni madh Ramiz, ladrovci forca bën fuqinë. Kesh të thon për pak, kesh thoni inshallah këtë vit s'kena zgjedhë, po më kujtu presidentin që kena me zgjedhë, kështu që. Po nisi i krym kadër deri tash edhe një. Hajde edhe zbot Kiameti. Edhe dy për cilën falenderoj shumë. Falenderoj shumë që e gjeta kohën. Dëgjuesve edhe suksese dhe shëndetin gjithë atë mirat vitin 2026. Mirupafshim, e shihem kismet me gjëra të mira. Patjetër.